Nurie Fazlia këtë ditë nuk po ka as pak të lehtë. Ajo sot ka dalë të përkujtoj vëllain e saj në 18 vjetorin në ndarjes nga jeta. Ma jena me zhitë në mas 18 vjetës, jena njona, motra. Kënë e kitë vrane? Vlan e rëgjarë në vratë. Familjar të shumë sot kishin ardhur të përkujtojnë më të dashurit e tyre. Në mesin e tyre ishte edhe Vlora Regja, e cila mes dhimbjesh ndjen edhe krenari. Gjithsesi që edhe krenaria është shumë e madhe, për shkak se kanë luftu për këtë vend, kanë derdhë gjak për këtë vend, shpresoj që të prehen paqe, jo veç babai im, gjyshem edhe të afërmit e mi tjerë që janë këtu, po gjithë ata shpresoj që janë duke u prehen paqe, masi që kanë derdhë gjak për këtë vend. Vendi në të cilin u vran 376 martir është Lëndina, fshatit Meje të komunës së Gjakovës. Pikërisht me 27 prill të vitit 1999, shumë burra, gra, pleq, fëmijë të rinj të reja u vran nga dora armikut serb. Në 18 vjetorin e rënies së martirëve dhe dëshmorëve të kësaj zone për të nderuar dhe kujtuar veprën dhe jetën e tyre, erdhi presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, të cilët bën omazhe pranvarezave të martirëve. Të pranishëm në këtë përvjetor ishin edhe përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, përfaqësues të subjekteve politike, përfaqësues fetar, përfaqësues të policisë së Kosovës dhe të forcave e sigurisë së Kosovës, si dhe organizata jo qeveritare. Do të mbetet gjithmonë në kujtesën tonë si vend në të cilin realizua një skenar i pakëndshëm nga Serbia, kështu u shpreh presidenti Thaçi. Sipas tij, kjo datë është shumë e rëndësishme si për banorët e fshatrave të Rejkës së Keqe, ashtu edhe për Republikën e Kosovës. Ne shprehim dhembjet më të mëdha për nënat, fëmijët, baballarët, vajzat, djemt, pleq dhe burrat që psuan e meje këtu e 18 vite më parë. Përpjekjet për të ndryshuar çdo rast të krimit mbi civilët e pavajshëm nuk do të ndalen asnjëherë. Nuk ka zë më të dhimbshëm se heshtja e kësaj lëndine, kështu tha kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila. Kujtojmë ata që ishin të pambrojtur, që kishin mbetur në mëshirën e të pamëshirshve. Çdo njeri që ndalet në qast dhe reflekton mbi faktin se çfarë bëm, ku jemi dhe ku po e drejtojmë ëndrrën e tyre për liri. Ta kuptojmë se çfarë përgjegjësie bajmë në supet tona për të realizuar deri në fund një shtet të plot dhe të zhvilluar. Nuk ka zë më të fuqishëm se heshtja e kësaj lëndine. Heshtja e kësaj lëndine që i tregon gjithë botës se kush ishte agresori, kush ishte vrasësi dhe kush janë viktimat. Historia e sidomos ngjarjet më të rënda nuk harrohen. Nuk fshihen dot, nuk anashkalohen, sepse të ekzekutuarit kanë emër dhe mbiemër, e mbi të gjitha kanë komb, vendlindje dhe sot kanë shtet. Të gjithë ishin diridashës, që të gjithë u vranë veç pse ishin të tillë. Në këtë përkujtim folën edhe ministra e deputet, të cilët thanë se masakra e Mejës duhet të bëhet zë i fuqishëm, për të shërbyer historisë ata që bëjnë krime në vendin tonë nuk kanë vend më kur këtu. Jam i mahnitur me qëtë këtë numër sot këtu dhe kjo tregon më së miri respektin që kemi ndaj këtyre të rënëve dhe në fakt i thret ndërgjegjes se cilit qytetar në veçanti të institucioneve që të bëjmë maksimumin që gjaku i këtyre njerëzve ta dëshmojmë që nuk ka shku kot, por ka shku për shtetin e Kosovës. Vim 18 vite dhe të presim që ende të finalizohet një projekt i një masakrës më të madhe në Kosovë, kjo nuk është që na bën me undi mirë. Vërtet, unë ndan 300.000 euro, por me kërkesën e deputetëve dhe falenderoj 38 deputet që votuan për atë kërkesë, sepse vërtet qeveria nuk u ndihet aq mirë kur i ndau. U obligu. Ndërsa në emër të Këshillit të Familjarëve të Kosovës foli Bajram Çerkini, i cili tha se ilaçi i familjarëve është vendodhja me të dashurve të tyre, si dhe përkraja e institucioneve qendrore. Institucionet tona nuk po bujnë sa duhet presion të ndërkombëtarët. Për herë të parë, në emën t'ju, në emën të atyre që nuk e dim, u ka thirrë presidenti dje në kafe. Dhe plotësisht ulshu në atë nivelin të cilët na kur rrim bisedojmë haptas për personat pa gjetëm. Asnjë sen nuk mujnë me bon vetën pa shty procesin ndërkombëtar.
27 prilli nuk është vetëm ditë e kujtimit të dhembjes, por edhe e krenarisë dhe sakrificës. Plagët e luftës ende nuk janë mbyllur, andaj fati të pagjeturve duhet të zbardhet sa më parë. Kështu thanë përfaqësues të shoqatës 27 prilli. Këtu janë prindrit afërvarëve të fëmijëve, e fëmijët afërvarëve të prindëve. Janë familjarët që kanë mërzi për të dashurit të tyre dhe kështu të jemi gjithnjë për të mos harruar se harresa është vrasje më të mëshme dhe është hakmarrje e pa justifikueshme. Komisioni qeveritar për persona të zhdukur në bashkëpunim me Këshillin Koordinues dhe të gjitha shoqatat familjarët e personave të zhdukur të Kosovës dhe organizata të tjera kanë organizuar aktivitete të ndryshme në kuadër të 27 prillit, ditës së të pagjeturve të Kosovës. Edhe sot, për të 18-ën herë në lëndinën e lotove të gjakut të vdekjes, u përkujtuan 376 martirë të cilët për pak orë u vranë dhe u masakruan nga forcat paramilitare serbe.